Shënon Imam Nesaiu, që Albani vlerëson hadithi ose nga Abu Huraira, si Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë kësaj. Çdo kush që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë një përgjegjësi, në kuptimin që e ka begatuar të ketë një detyrë. Çdo kush që ka një përgjegjësi, thotë ka për rreth vetë dy rreth njerëzish. Një rreth që udhëron për punë të mira dhe e ndal nga punë të këqija, dhe një tjetër i cili nuk guron t'i bëj dëm. Keni vëmendjen? Allah sallallahu alaihi wasallam këtu nuk thotë urdhëron për punë të këqija dhe e nxit për të, mirë po thotë nuk guron t'i bëj dëm, sepse realisht në një shoqëri të keqe, fakti që ata nuk të ndihmojnë për të shëruar, fakti që nuk ndihmojnë për të kaluar krizat shpirtërore, i bie që nuk u bëhet atyre vonë nëse të shohin në gjendje të keqe shpirtërore dhe në të vërtetë bisedat e tyre ose ndoshta edhe stimulimet e tyre të bisedave janë në një drejtim që të bëjnë dëm në shëndetin tënd shpirtëror, në shëndetin tënd emocional e kësaj, e pastaj i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë kush ruhet prej sherrrit të tyre, ai është ruajtur, në të vërtetë njeriu i takon atij që e dominon. Në këtë rast ti je njeriu i rrethit tënd. Që i bie ti i takon rrethit që dominon tek ti. Nëse tek ti dominon rrethi i mirë, ti je i mirë. Dhe nëse tek ti dominon rrethi i keq, i bie që je i tillë. Saktësisht, Allahu sallallahu alaihi wasallam vini re, po thotë kush ruhet prej sherrrit të tyre, ai është ruajtur. Nga që njeriu mund ta ketë një cytje nga egoja, mund ta ketë një tjetër nga djalli, mirë po kur cytjet janë nga rrethi i ngushtë, ato janë të predispozuara për t'u parë shumë të vërteta, janë të predispozuar për t'u parë shumë të pashmangshme. Dhe rrjedhimisht nëse nuk ruhesh dhe nuk shpëton nga sherrri i rrethit, do thotë je jashtëzakonisht i rrezikuar. Sigurisht, Allahu sallallahu alaihi wasallam po thotë, në të vërtetë njeriu i takon atij që e dominon. Nëse të dominojnë njerëzit zemërgjër, bëhesh i tillë. Nëse të dominojnë njerëzit që u adojnë të tjerëve të mirën, ti bëhesh i tillë. Nëse dominojnë tek të njerëzit që i madhrojnë dispozitat e Allahut subhanahu wa taala, bëhesh i tillë. Dhe nëse dominohesh nga njerëz me urrëtie, nga njerëz me smir, nga njerëz me mendimallësi, nga njerëz të cilët janë përlyer me vese të këqija, me gjazë thotë bëhesh i tillë.